Të dashur vëllezër dhe motra, jeni të kujdesshëm ndaj intrigave të nefsit dhe të djallit. Dijeni se ai nuk ju lë juve që të bëni një punë me sinqeritet. Madje edhe punët që bëni pa sinqeritet, përsëri Allahu për hir të mëshirës së Tij i pranon ato. Djalli nuk ju lë të arrini qëllimin e duhur nëpërmjet tyre. Ai vepron diçka që të gjitha punët tuaja të shkojnë kot. Prej atyre, ai ju nxit në vetpëlqim. Në këtë mënyrë, ju nuk arrini në xhennet, por do të rrini përgjithmonë në dënim dhe në zjarrin e zemërimit. Ju hamensoni se me këto vepra të pavlera, të përzira me mburrje dhe për të fituar emër dhe dëgjim të mirë në mesin e njerëzve, e meritoni shpërblimin e Allahut dhe jeni bërë prej të dashurit të Tij, por e keni gabim.